Policia e Peqinit ka zhvilluar këtë të njëjtë një operacion të gjerë që rezultoi me zbulimin e një shtëpie të shndruar në laborator për kultivimin e kanabisit. Gjatë kontrollit, autoritetet sekuestruan mbi 4.000 rrënjë të kultivuara në mënyrë të organizuar me sisteme të ujit dhe ndriçimit që tregojnë një veprimtari të përgatitur profesionalisht. Banesa rezultoi të ishte në pronësi të Bilal Hasës, drejtori i burgut të Rogozhinës, i cili nuk u gjet as në vendbanim dhe as në vendin e punës, duke u shpadur në kërkim. Hetimet po vazhdojnë për të zbuluar të gjithë personat e përfshirë dhe lidhjet e mundshme të laboratorit me rrjetet kriminale të tjera. Pamjet e vendit tregojnë qartë se shtëpia ishte përdorur si një laborator i organizuar me rrënjë të mbjella në sera të improvizuara dhe pajisje të dedikuara për mirëmbajtjen e tyre. Ky rast tregon seriozitetin e veprimtarisë kriminale dhe rëndësinë e hetimeve të shpejta nga autoritetet për të parandaluar përhapjen e drogës në zonë.